Tarararararara, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Maria vazhdon dhe bën kafe pa ndërprerje. Na duhet një kompani kafe sponsor tek takimi im në YouTube, kështu që hapni veshët. Mirë se vini te Olti Curi, editari im në YouTube. Faleminderit shumë kush regjistrohet te Olti Curi TV në kanalin tim në YouTube. I lëm falenderimet sa na zuri diabeti. Me që e përmendëm këtë smundje, për herë të fundit e kujtoj Linda Rejn në qëndrimin e saj në Big Brother VIP Kosovo. Flitet sa e saj ishte dhënë fjala për të shkuar e për të këmbyer, e për të aratisur, e për të shkëmbyer me Grande Fratello në Itali, por gjërat ndryshuan dhe do iki dolce. Nga ana tjetër, Butrin Timeri do të përmendet shumë në Big Brother VIP Albania 5. Pse? Si pse? Melisa pra. Kush është Melisa? 4.3 milion follower, unë duhet ta them juve. Melisa, Butrin Timeri, tralala. Westside Family, çfarë duan brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania? Landi apo qëndroni këtu? Sigla. Kjo ishte sigla ime modeste për një emision, mos themi të varfër, por një emision diskret. Është një editar personali imi që ndaj me miqtë e mi, me miqtë e mi në rrjetet sociale, në Instagram dhe në YouTube. Faleminderit shumë dhe Faber Media për ndihmën që na jep. Po flisnim për Big Brother VIP Albania, që duket se gjithmonë më shumë po i afrohet startit. Është data 20 dhjetor, që është thënë si data e nisjes së këtij spektakli që gjithë shqiptarët mezi po e presin. Do të flitet shumë mendoj për Butrint i merin brenda në të shtëpi. Është folur, sepse është përmendur Butrinti gjatë kohës që një konkurrente që ka patur një histori me Butrinti ka qenë konkurrente aty, por me sa duket gjërat nuk kanë dalur me kaq. Po flasim për Melisën. Melisa e diskutuar si e dashura e Butrint i merit, flitet se do të jetë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Unë e dëgjova për herë të parë, por brezi i të rinjve 20, 18, 20, 22 vjeçarve, thanë, ti nuk nje Melisën, ka 4.3 milion follower në Instagram, ku jeton? Unë jetoj në Instagram, por nuk kam kaluar nga lagja e Melisës. Melisa është 23 vjeçe, shqiptaro-bosnjake, është një vajzë shumë seksi, do përpiqem ta nxjerr këtu foton e saj, dhe duket se është në një liaison, në një affaire d'amour, në një love story me Butrin Timerin, këngëtarin nga Kosova, kaq të dashur për të rinjt në kudo që ndodhen, në Shqipëri, në Kosovë, në emigrim në gjithë botën. Butrin Timeri mbetet Butrin Timeri për hitet e tij të shkuara dhe për aktuale. Por duke sa është diskutuar shumë edhe për historitë edhe lidhjet që ka patur dashurisë, jo vetëm me femra të njohura të showbizit, po ato të panjohura. Personalisht nuk e njeh Melisën, por ja që Melisa e njeh e gjithë bota. 4.3 milion follower, 4.3 milion follower, edhe në Amerikë të heqin kapelen, jo më në trojet tona që të heqin kapelen edhe syzet. Kështu që Melisa meriton në vëmendje sepse thuhet që do të jetë ylli më i ri i Big Brother VIP Albania. Vazhdon të përmendet lista e personazheve. Ajo është me 4.3 milion follower, do thonë ju pse po hyn në Big Brother, nuk e di. Po edhe Labinot Rexha hyri në Big Brother VIP Kosova, edhe pse kishte gati 1 milion follower. Nuk e kuptojmë çai lidh këto të dy, asgjë. Një tjetër emër i diskutuar është Miri, Westside Family, grupi famshëm i bërë shumë i famshëm në vitet 2000, por edhe më vonë me hitet e tyre, me Dr. Florin, i cili këndonte dhe solist dhe bashkëpunonte me këngëtar të tjerë, me solistin aty Landin e famshëm të Westside Family dhe Miri, që duket se ka qenë një çik në hije, po është një nga 3 djem që bën grupin shumë emër. Miri ka emrin e gjatë Armir Shahini dhe flitet se ka vendosur të jetë konkurrent, të provoj dashurinë e publikut, sa e don, sa e mban mend, sa është aktuale lidhja e me publikun nga brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania dhe më bëhet qefi për këtë sepse bëhet fjalë për artistë të cilët aty brenda kanë çfarë të flasin dhe nëse flasin për VIP-a, do flasin për VIP-a të vërtet, njerëz të cilët kanë prekur skenën, studiot e prodhimit, intervistat, televizionet më të rëndësishëm dhe Miri Westside Family Armir Shahini e plotson këtë pikë. Kështu që ju urojmë suksese. Deri tani janë fjalë të cilat diskutohen, do jenë. Ndërkohë, për të bërë një parantezë, për të mbetur te Big Brother Albania me një ndalesë shkurtër e Kosovës,
Më thanë se Linda Rej ka qenë një nga ato të cilët ka pretenduar që të jetë personi, duke qenë që ka jetuar në Itali, një shumë mirë gjuhën italiane, kërkon famën pse jo edhe në Itali, se në Shqipëri e ka, edhe në Kosovë, një nga personat e mundshëm për të shkëmbyer me një personazh apo për të dërguar për një javë në Grande Fratello në Itali. Por me sa duket gjërat kanë ndryshuar në moment të fundit dhe e vërteta e daljes së saj nga shtëpia lidhet pikërisht me këtë që ajo ka pretenduar që të jetë ajo banorja që do të shkojë nga Kosova në Grande Fratello në Itali, por në moment të fundit ka shkuar dolce, vajza seksi, e lindur dhe e rritur në Rom, vajza nga Shqipëria, e cila ka filluar aty një histori, ka shkëmbyer puthjet e para me Edi Kuqin, një tjetër personazh i Big Brotherit, përputhen Big Brother vjet, Big Brother si vjet dhe përputhen 2-3 vjet më parë. Për të rikthyer tani tek Bigu i Shqipërisë, sepse kemi dëgjuar prej shumë vitesh që Rene Refo do hy, por ndërkohë gjithë kjo reklam i ka bërë shumë mirë. Hyn sy në Big Brother. Përmendet nuk përmendet si në këtë revistën tim, editarin tim në YouTube, si në vendet të tjera, Renea vazhdon të pompoj fort podcastin e saj që ka në kanalin e vet në YouTube. Por një tjetër emër, kur mendova nga lista e banorëve të përfolur, thash me vete dhe diskutova me kolegët e mi që merren gjatë gjithë kohës me showbiz. Ora thash, kush mund të ndezi këtë vit? Nga këto emrat që janë thashë theme, se kemi diskutuar dhe për Kleoniki Deliorgjin, Kostana Moravën, që jam gati të vë bast që po hyri brenda në shtëpi, shkon lart muhabeti me Kostanën. Jam i bindur, jam shumë i bindur për këtë. Por mendova nga ky brezi i ri, pra le të themi 18, 22, 23 që ndoshta janë më poshtë se sa ata tyre që janë 35, 40 vjeç, 42, 45. Dhe më thanë se nga emrat të cilët diskutohen këtë vit dhe që mendohet se mund të jetë aty brenda dhe mund të godasi fort, është Hilda Kërtalli, blogere, ka provuar të jetë aktore, ka provuar të jetë aktore humori, po do thoni ju si doli në ekran. Doli në ekran sepse ajo ka marrë pjesë, dhe jo vetëm mori pjesë, në She's on Top, që është një spektakël që prodhon talente të reja, brenda spektaklit e diell, dhe duket se ka qenë aty dhe ka fituar. Po. Imagjino, Hilda Kërtalli ka bërë një mini Big Brother brenda edhe para se të bëhet Big Brother VIP Albania, sepse aty është një rrëmuje e madhe me gjithë vajzave që duan suksesin. Dhe Hilda ka dalë number 1. Hilda Kërtalli, fituese e She's on Top. Ka luftuar për televizionin. Intervista ka thënë që e dua fort televizionin, ndërkohë është blogere me shumë ndjekës, është aktore të Njerëz dhe fate, një film serioz, dramatik, por ka provuar veten edhe në komedi. Nuk është të ka shkruar komedi, por ka shkuar, ka interpretuar një skeç në Portokalli, dhe skeçi i saj është kthyer shumë viral dhe ka patur një interpretim shumë të mirë. Dhe të gjithë gazetarët e ri të showbizit vënë bas që Hilda Kërtalli është një nga ato emra që në qoftë se vërtet do të jetë nga produksioni i Big Brother VIP Albanias, një nga personat në listën e të sigurtëve që do të hyjnë aty, me siguri që do t'jap spektakël dhe do t'jetë një histori shumë e lezetshme. Ndoshta me histori dashurie aty brenda.